Si vajzë e kësaj zone, fillimisht më lejoni t'ju falenderoj që keni ardhur për të na përkrahur dhe për të na mbështetur në rrugtimin që kemi nisur së bashku. Ju jeni ata të cilët e mbani këtë zonë gjallë, por e di që po përballeni me sfida të shumta. Mungesa e prontorëve për mbledhjen e prodhimeve, çmimet e ulta, mungesa e infrastrukturës, por jo më pak e rëndësishme, mungesa e mbështetjes financiare. Janë disa nga problematikat bazë të cilët ju keni hasur deri më sot. Për këtë arsye, është e domosdoshme që të merren disa masa, që puna dhe mundi juaj të jenë të vlerësuara. Fermerët nuk kërkojnë vetëm premtime, por kanë nevojë dhe për veprime. Jam këtu për t'ju mbështetur dhe të gjithë së bashku ta bëjmë bujqësinë në një model që të gjithë ne kemi ëndërruar dhe kemi dëshiruar. Le të jetë ekonomia jonë më e shëndrueshme për të gjithë ne. Më lejoni të them dhe dy fjalë të fundit, por jo më pak të rëndësishme. Më duhet të falenderoj jashtëzakonisht dy prindrit e mi, të cilët kanë qenë kryesor në mbështetje çfarëdo lloj rruge që unë kam zgjedhur. Një falenderim jashtëzakonisht i madh shkon dhe për Adriatik Lapën, i cili më ka mbështetur dhe më ka besuar një detyrë të tillë. Falenderuese dhe mirënjohëse gjithë jetën. Tani kam nderin t'ja kaloj kandidatës për deputete Lindita Kabili, një mësuese e zonja me 26 vite eksperiencë. Të dashur banor, ju falenderoj që keni ardhur sot këtu për të na mbështetur në lëvizjen tonë Nisma Shqipëria Bëhet, për të realizuar ëndrrën tonë, për të qartë sistemin dhe për të sjellë ndryshimin. Faleminderit. Profesioni im është arsimtare, punoj prej 26 vjetësh, nuk e quaj thjesht profesion, por e quaj sfidë. Sfidë e madhe sepse unë dua që brezi i ri jo vetëm të edukohet në fushën e arsimit, por të bëjnë qytetar të denjë, të bëjnë qytetar të respektuar, të bëjnë qytetar që të reagojnë ndaj të keqes si e ka kapur këtë vend. Dhe ajo që kam vënë re unë gjatë kësaj periudhe, pra prej 26 vitesh, shikoj që ka një mungesë të theksuar të politikave të qeverive të cilët kanë qenë në pushtet për sa i përket arsimit. Bëjnë sikur bëjnë reforma thjesht nga ana formale, por thelbi i arsimit jo vetëm që nuk ka ecur, por përkundrazi ka ngelur mbrapa. Kështu që synimi jonë si lëvizje, si forcë politike, si koalicion, është që të sjellim ndryshimin në arsim që nga kurikulat, që të jenë kurikulat ta përgatisin pra rinin të aftë për tregun e punës. Jo kurikula që bazohen vetëm teori. Nxënësit tanë, duke e njohur nga afër pra arsimin, thjesht mësojnë anën teorike dhe kur vjen puna në praktik, nuk din asgjë. Kjo i bën pastaj që të ikin larg vendit të tyre pra për ta gjetur veten diku tjetër. Kështu që synimi jon, programi ynë pra është që të ndalojmë ikjen e rinis duke bërë reforma në fushën e kurikulave dhe duke përgatitur të rinj të aftë për tregun e punës. Programi ynë pra në fushën e arsimit do të fillojë që nga infrastruktura, sepse nuk mundet një i ri të formohet me një ambient ku mungojnë kushtet më minimale. Duke filluar pra që nga mungesa i ngrohjes, mos flasim pastaj për tekste të cilat pra thjesht ndryshon kopertina kurse përmbajtja ka ngelur po e njëjtë. Në fushën e arsimit ne do të bëjmë dy fasha. Do të jetë orari pra i zakonshëm siç është tash nga ora 8 deri në 13, ku fëmijët do të mësojnë, por mbas dite ata do të kenë mundësi pra për një pushimi prej 60 minutash, do të kenë mundësi që pasi të drekojnë të vazhdojnë ose të përgatiten me detyra për të nesmen,
ose të ndjekin kurse ose trajnime të ndryshme, pra duke u marrë me muzikë, me sporte, pra me kërcime, çfarë kanë ata dëshirë. Kështu që kjo gjë do të lehtësoj prindrit të cilët nuk kanë mundësi që t'i marrin fëmijët e tyre në orën 1 kur mbaron mësimi zakonisht, por ato të vazhdojnë punën e tyre dhe fëmijët do të kthehen pra në shkollë në momentin që prindrit kanë mbaruar punën. Besoj se kjo do të jetë një risi e re që do të lehtësojë edhe familjet dhe prindrit pra, dhe nuk do të tëroj gjyshri dhe gjyshet, të cilët të lënë punën e tyre dhe të kthehen në shkollë për të marrë fëmijët. Edhe një ju falenderoj shumë që keni ardhur dhe tash ja kaloj fjalën ekonomistit të nderuar Pana Soko. Ju falenderoj. Tani unë doja të flisja pak për këtë situatën, sepse kur po vinim, pam gjithë të natyrë të që ju keni. Natyra që është tu ishte mrekullueshme dhe ne po vendoronim, thamë, sikur të ishim në pranverë, këtu do kishin qenë dhe pemët, dhe do ishte një mrekullim më vete. Më falë. Se ndodhin këto se... Po pse nuk e kemi ne atë fshat që duhet të kishim? Pse punojnë kundër fshatit? Të gjithë, për 30 vjetë. Shiko çfarë bën në fillim. E zhveshën fshatin nga të gjithë komponentët e tjerë që e bënin një qendër humane, që janë komponentët e tjerë. I hoqën shkollat, ja braktisën shkollat. Shkollat e braktisura i mbyllën. I hoqën qendrat shëndetësore. Nuk keni nevojë ju për qendra shëndetësore, duhet shkoni në spital në qytet. Filluan pak nga pak ta rrethonin. Më kupton? Me qëllim që njerëzit të iknin. E pas kësaj filluan ta braktisin edhe te puna e vetë e përditshme, që është bujqësia. Nuk japin sot subvencione. E lën fshatarin në dorë të dallëve të tregut, në dorë të dallëve të atyre që bëjnë grumbullimin, në dorë të dallëve të konkurrencës ndershme dhe të pandeshme që vjen nga Bashkimi Evropian apo nga vende të tjera. Dhe të gjithë mendojnë, ore, po pse po e bëjmë? Por pse po e lëm fshatarin kështu? A nuk kemi ne lek për ta subvencionuar prodhimin në fshat? A nuk kemi ne projekte, nuk kemi njerëz të mendshëm për të bërë disa projekte të cilat do t'i japin zhvillim fshatit, do ta pengojnë atë të riun që jeton në një fshat, që të largohet nga fshati, qoftë shkojë në Tiranë apo qoftë shkojë në Kurbet? A nuk kemi ne mjaftueshëm çuna, goca të reja, të cilët të mendojnë të vendosin në krye të komuniteteve të fshatrave dhe të mendojnë për to, për të drejtuar gjithë komunitetin? Nuk i kemi ne të gjitha këto? Jo, i kemi. Patjetër pse bëjnë? Sepse ata duan që ju të jeni të varfër. Duan që ju të jeni të varfër. Nuk është se ndodh diçka nga që ata nuk e kuptojnë, nuk ndodh sepse ata nuk e dinë, jo, e dinë ata. E dinë fare mirë ata se çfarë do ndodhin nëse nuk t'i japin subvencione. E dinë shumë mirë ata. Ju do falimentoni. Ata këtë duan. Pse? Se kur ju jeni të varfër, ata ju blejnë lirë. Në momentin e zgjedhjeve, ju jeni shumë për ata. Nuk ju kushtoni shumë lekë. Dhe të gjithën për këtë e bëjnë. Që kur të vi momenti i zgjedhjeve, t'ju thonë juve, po mirë shiko, po t'i jap këtë leje unë, të cilët i do duhet e kisha marrë me ligjë, pra do duhet e kisha marrë leje më përpara me ligjë, po ai ta mban. Dhe kur të vinë zgjedhjet thotë po ta japun ty dhe ti ja quan për nder aty, që ti t'i japësh votën. Nëse ju kishit punuar, nëse ju do të kishit ecur, prosperuar, pra do ishit pasuruar, sepse natyrën e kemi, të mirat i kemi, çdo gjë e kemi, pse mos pasurohemi? Po nëse ju do ishit pasuruar, ata s'ju blenin dot juve. Do vi momenti i zgjedhjeve siç vjen tani, do thotë, hajde të t'jap këtë, jo, këtë e kam marrë nga ligji, po të t'jap këtë edhe këtë e kam marrë nga ligji. Nuk ka që të t'japi më. S'ka se si të ta blej votën më. Ti duhesh i varfër. Dhe prandaj ata po përpiqen me vullnetin e tyre, me dëshirë, ti mbajnë fshatarin e varfër. Jo se s'dinë ata që fshatari duhet subvencionuar, siç bën ai në Kosovë. Tani që të themi statistik, Kosova ka buxhet
pra lekët e taksave që mblidhen në Kosovë janë 2 herë më pak se sa lekët e taksave që mbledhim ne këtu në Shqipëri. Kosova ka tokë bujësore 2 herë më pak se sa toka që kemi ne në Shqipëri. Kosova, që ka 2 herë më pak buxhet, jep gati 3 herë shumë subvencion për ata fermerët 2 herë më pak se sa që kemi ne në Shqipëri. Pra imagjinoni, ata kanë 2 herë më pak fermer, kanë 2 herë më pak lek, japin 3 herë më shumë lek për fermeri. Pse? Se aty nuk vjet qeveria. Këtu nuk ja u jep për 2 arsye. Të parën ja u thash sepse duan t'ju mbaj që kur t'ju japin ai lek kështu lëmosh, t'ja u qoni për nder, të t'jepni votë. Dyta është sepse duan që lekët e buxhetit t'i mbajnë për vete. Ky është projekti që ata kanë. Pra, 300 milion euro, o do vinte kjo, o do shkojnë te PPP-ja, te koncesioni. Shumë njerëz do të zgjidhin, ne do të zgjidhim të sillim te kjo. Këta që janë kanë zgjedhur që t'i çojnë aty te resortet, te koncesionet e tjerë e tjerë. Pse? Sepse aty e fusin çep. Ky është momenti krucial, ku ne duhet të ndajmë. A duam të ndërtojmë një vend që punon dhe mendon për qytetarët, të cilët paguajnë taksat, me të cilën ndërtohet, me të cilën punohet, me të cilën jetojnë njerëzit, apo duam të ndërtojmë një vend ku një kast njerëzish të strapasurohen. Strapasurohen, janë bërë miliardera, ju nuk e kuptoni. Hajde në Tiranë të shikoni si janë bërë miliardera, janë të pakapshëm, janë aty lartë, nuk i kapim dot. Se kemi punuar të gjithë ne, 3 milion shqiptarë kemi punuar për ata. Ju punoni, mbillni tokën, ju merrin me gjithë problemet që ka prodhimi, merrni, e rrisni, e prashisni, e uisni, e vilni, e çoni treg. I bëni gjithë zmete, në fund fare, përfitimin e marrin ata. Ju merrni një cop të vogël, një pjesë të vogël merrni. Sa për të mbetur gjallë. Ndërsa ata i kanë bërë vilat e nuk dinë se sa kanë. Jo thjesht një, nuk dinë se sa kanë. Në Tiranë e në Bregdet. Prandaj ky është një moment. A duam ne që të vazhdojmë kështu apo jo? Fatin tonë e kemi në dorë vetë. E kemi në dorë nëpërmjet votës. Vota është ajo që i ngarkon, vota është ajo që i shkarkon. Dhe unë prandaj do doja që t'ju bëj thirrje që të gjithëve. Ku shkoni votoni? Mendoni, a doni të merrni subvencione? A doni që t'ju qëndrojnë në krah njerëzit në hallet dhe problemet tuaja? Dhe si qëndrojnë në krah njerëzit e qeverisë? Nëpërmjet parave, se për fjalë të mira s'ka nevojë njeri, apo jo? E pra, që këto para të vinë tek ju dhe mos shkojnë tek ata, votoni ndryshe. Votoni të rinj, sepse e kanë treguar 34 vjet me atë që kanë bërë. Kjo është thirrja ime për ju. Kur ti jeni para kutisë së votimit, të mendoni. Mendoni, a dua të vazhdoj të jem kështu siç kam qenë, apo dua që kjo gjë të ndryshojë? Apo dua që këtu të vinë ca njerëz të ndeshëm, të cilët mendojnë për mua, që nuk mendojnë, nuk kanë vila për të mbajtur, nuk kanë shërbëtor për të paguar, nuk kanë makina luksoze për të blerë benzinë e naftë, nuk kanë aviona personal. Kjo është ajo që ju ftoj të. Mendoni kur t'jeni para kutisë së votimit. Ja ku i keni. Kandidatë mrekullueshëm. Nuk janë pompos. Jo, janë njerëz të ndershëm si ju. Mësues, punonjës, shtrese mesme, njerëz që kanë ndërtuar jetën e tyre me sakrificë. Kanë të fëmijët me sakrificë. Më mirë këta për ju. Ata janë më mirë për veten e tyre. Faleminderit. Kam kënaqësinë që t'ja kaloj fjalën e Ligert Himës. Përshëndetje gjithëve. Faleminderit që jeni këtu prezent me ne. Faleminderit për kohën që keni gjetur për ardhjen e kandidatëve të Shqipëria Bëhet Adriatikut. Unë jam Ligert Hima, vi nga diaspora nga Italia më mirë. Punoj akoma me drejtsinë italiane. Jam bashkuar Shqipëria Bëhet bashkë me ekipin për të kthyer drejtësi në këtë vend ku nuk ka ekzistuar asnjëherë. Ju falenderoj edhe ju kaloj fjalën besoj atë.
Ndërsa tani kam kënaqësinë t'i kaloj fjalën një gazetari të mrekullueshëm, Ferdinand Dervishi. Tere, nuk e di sa më njohin nga ju. Unë mbasem keni parë në televizion, por mi zoti jam në ato që shkruaj, që do më thënë nuk jam shumë i zotit flas. Tani, foli Pano pak më parë për fondet që shteti duhet ndihmoj fshatin. Ju e dini skandalin e fundit të fondeve të i parë që quhet, që i kishte 75% i lëvronte Bashkimi Evropian dhe 25% shteti shqiptar, që ishin për zhvillimin e fshatit, për zhvillimin e baktive gjedhit, me fjalë që i bie lopëve, baktive timta, bletës, e merad, tyre frutikulturës e tjera. Që të gjitha këto fonde që ishin për t'ju shpërndar njerëzve që donin të bënin një biznes në fshat, që donin të arrisnin apo të zmadhonin atë biznes që kishin filluar, pra që ishin për banorët, ishin për juve, u vodhën nga, edhe ishin në shifra 250.000 euro e sipër, u vodhën nga vetë ministrat. Olta Gjaçka ka marrë një pjesë, është futur aty. Kryetari i Bashkisë së Kavajës i dënuar në Itali për mos gaboj për dhunim, ka marrë aty. Një tjetër person i njohur dhe i arrestuar për trafik droge ka marrë aty. Pra, u lëvruan fondet nga Europa dhe u morën nga pushtetmbajtësit dhe nga trafikantët dhe kriminalët. Jemi në këtë situatë. Kjo është situata e cila duhet ndryshuar. Që këto fonde t'i vinë atyre për cilat janë nisur. Janë nisur për ju dhe të shkojnë tek ju. Kjo është ajo që neve duam të bëjmë dhe kemi dëshirë ta bëjmë. Sigurisht vetëm nuk e bëjmë dot, e bëjmë bashkë. Pra e bëjmë bashkë duke shkuar tek kutitë e votimit dhe duke u menduar 100 herë se çfarë po bëjmë me votën tonë. Pra, thot ai njeriu i gjatë, hidheni votën me sy mbyllur dhe votoni PS-n. Jo. Do mendojeni 100 herë se ku do hidhni dhe përse do hidhni dhe për çfarë shërben ajo votë që po hidhni. Do shërbej për një ndryshim apo do shërbej për të zgjatur jetën atë njeriut. Ju e dini që unë jam gazetar. Kam qenë gjithë jetën gazetar. Kam qenë mirë gazetar. Shumë mirë. Me fjalë, i futur të gazetarët e vjetër, unë kam qenë në rregull. Por jemi në një situatë, kam dalë tani në politikë, pa pyetur se do ikin nga puna, pa pyetur se ma kanë mbyllur emisionin, po ja them, ma kanë mbyllur emisionin, pa pyetur për asgjë. Unë, Ferdinandi, deri në datën 11, kur do votohet, apo 10, duhet, pra i thash vetes, duhet bësh një luftë shumë të madhe, personale, sa të mundesh, që të ndryshosh aq sa mund të mundesh ti, me emrin tënd, të papërlyer, me njohjet e tua, me miqtë e tu, duhet të bësh një luftë personale, bashkë me të tjerët, për të ndryshuar aq sa pak apo shumë mund të bësh ti. Sepse, nëse nuk do ndryshohet kësaj radhe, Shqipëri nuk ka më. Shqipëria është duke ushitur copa. Ai që kemi neve, që se s'ma zë goja emrin e tij, është ulur ka 3 vjet nuk firmos as një vendim qeverie. Nuk e firmos vetë. Ja u le të tjerëve, zëvendës ministrave, le të lënë ata firmën, le të shkojnë ata në burg, siç po shkojnë. Dhe merret ka 3 vjet vetëm me pronat. T'ja japi shokëve, t'ja japi politikanëve, miqve të vet, etj. Merret me koncesione, merret me gjithçka ku ka fitim dhe çfarë mund të mbushin xhepat ai dhe politika në Shqipëri. Ka 3 vjet që bën këtë gjë. Po e lam dhe 4 vjet të tjera nuk ka më Shqipëri. Më dëgjoni me kujdes. Nuk ka më Shqipëri pas 4 vjetësh. Kështu që mendoni mirë se ku do e hidhni votën. Mendoni shumë mirë, mos e hidhni votën me sytë mbyllur. Faleminderit. Atëherë përshëndetje të gjithëve, faleminderit nga zemra.
Unë bëhet tash më 14 vite që nga koha kur isha në universitet, pa ndalim çdo ditë që takoj njerëz, po ajo që po ndjej këto kohë në çdo cep të atë dheut është më shumë se frymëzuese. Kur vendosa të vija këtu në fshatin tuaj, sigurisht që ne kemi një ekip që bën një kërkim paraprak për të gjitha gjërat, sepse duhet shkojmë në zona të cilat duhet i njohim, se s'mund të shkojmë të flasim broçkua. Dhe më thanë Adriatik, në këtë zonë 500 familje janë në ndihmë ekonomike. Nuk do të dalë njeri në takim. I thash, do shkojmë, sepse unë e besoj fort që kjo është frymë dhe njerëzit ka nevojë për ndryshim dhe do dalin. Sot jam i mrekulluar nga pjesëmarrja e faleminderit. Kur dëgjova shifrën 500 familje në ndihmë ekonomike, në pamje të parë i thua që shteti kujdeset. Por kur e mendon theu, është treguesi më i madh i dështimit të një shteti dhe të një shoqërie. Sepse ti ka ta ndisësh njerëzit e tu në të tilla përmasa, te ndihma për bukën e gojës, do të thotë që të ka dështuar totalisht ekonomia dhe vizioni për ta zhvilluar atë vend. Se sa do e madhe të jetë ndihma ekonomike në një vend, është tepër e vogël për të mbajtur një jetë cilësore për një familje. Edhe sikur 200 euro të jetë që ne kemi në program dhe unë do a shpjegoj, ndërkohë që sot ju e dini që nuk është aq është një gjë qesharake, prapë është pak. Sepse pretendohet që me 200 euro në muaj një njeri të mbaj frymën gjallë. Pra i duhen sa për të jetuar baza, jo për të bërë. Për këtë arsye, vizioni jonë është tjetër. Vizioni jonë nuk është që t'i mbajmë njerëzit varur me thërrime, si te ai filmi Lulkuqe mbi mur, që del ai i lën uria dhe u hedh nga një thërrime. Edhe luajnë ata fëmijët, zihen me njëri tjetrin për të kapë thërrimet. Ka një, e kam thënë dhe në një emision, ka një situatë të Stalinit, kjo është e vërtet, ku po fliste me stafin e vet dhe po diskutonin mbi popullin, mbi qytetarët. Dhe po i thoshin, jo po të bëjmë këtë, jo po të bëjmë atë, edhe në një moment Stalini i thotë, kish një pul në dorë, kish një pul. Kish dhe një dorë me misër. Edhe hedh një kokër misër, po ajo pula ishte shumë e uritur dhe i kap një pupël, dhe ajo pula ikën që ta kap misrin dhe i shkulet pupla e pa. Hidh një kokër, e shkul një pupël. Hidh një kokër, e shkul një pupël. Në fund fare pula ngeli pa pupla fare. E ropi, duke u shqyer. Pasi e ropi, i hodhi prap një kokër. Prap vajti pula dhe ai. Pra pasi e dhunoi aq shumë, pasi e shpërfytyroi, prap shkoi te uria dhe ajo kokra e misrit. Dhe kjo është arsyeja pse popullin tonë e mbajnë të varfër. E mbajnë të varfër që të shkojë te ajo ndihma ekonomike. E mbajnë të varfër që të ketë nevojë që kur bën diçka pa leje se këta si ja japin lejen, të shkojë atje dhe të nënshtrohet, ti tundin atë legalizimin, ti tundin certifikatin e 7501 që kanë 34 vite akoma s'ua kanë dhënë. Dhe ky është vizioni i modelit të shkuar. Ndërkohë, modeli që duam të sillim në Shqipëri është modeli i zhvillimit të cilin unë do ua prezantoj sot. Modeli që e forcon qytetarin që jeton në fshat. Modelin që qytetarin që jeton në fshat e kthen në njeri që ka begati, ka mirëqenie. Shikojini qytetarët që jetojnë në fshatrat e vendeve fqinje, në Itali, në Greqi. Është më i pasur një qytetar që jeton në fshat në Greqi se sa një që jeton në Athinë. E kam gabim, është kështu apo jo? Po në Itali është kështu apo jo? Pra të jetosh në fshat, nuk duhet jetë hall që ti rri aty se s'shkon dot në qytet, se në Shqipëri kështu është bërë. Jetojnë në fshat se nuk shkojnë dot në qytet. Punon fshati, ka 80 vjet në këtë vend që punon fshati për qytetin, ndërkohë që asgjë si kthehet pas. Ndërkohë e kundërta duhet që e vërtet. Në fshat duhet jetojnë ata qytetarë të cilët kanë mirëqenie edhe më të madhe se ata në qytet. Dhe këtë duam ta bëjmë përmes një filozofie dhe programi që ka një vizion tjetër, që unë po e prezantoj sot para jush me pika. Është shumë e rëndësishme që të mos funksionojmë më si tifoz. Kjo nuk është çështje për të bërë karrierë Adriatiku, Pano apo pesë të tjerë. Jo. Po të qetë çështje për këtë, i kishim në shkurt. Shkoni me ata dhe bëheshim
por ne kemi hyrë detit në këmbë, si thot populli, sepse besojmë fort që çdo popull e ka një moment të ndryshimit dhe nevojën për të ndryshuar. Siç e bën grekët, siç e bën shqiptarët e Kosovës, siç e bën dhe italianët. Cili është vizioni ynë? Vizioni ynë është shumë i thjeshtë. 1. Për fshatin shqiptar, ne kemi një program të qartë që lidhet me subvencionimin për kilogram. Tani unë kam një pyetje për ju. Kush nga ju ka marrë subvencione në 4 vitet e fundit? Ka marrë vetëm njëri atje në fund. Të lutem më thuaj çfarë ka. Pra në 30-140 veta vetëm njëri ka marrë. Sa ke marrë? Sa? Ke marrë të vëshën? Nuk ke marrë subvencion. Nuk ke marrë subvencion. Tani kam një pyetje tjetër për ju. Kam një pyetje tjetër për ju. Kam një pyetje tjetër për ju. Ju naftën që përdorni për të udhëtuar apo për qef, e paguani njësoj sa atë që harxhoni në bujqësi? Faleminderit. Cili është vizioni jon? Vizioni jon është ky. Ne vendosim skemën e subvencionimit për kilogram prodhimi. Që do të thotë, nëse një ditë fal votës tuaj në pushtet do të vim ne, do të bëjmë këtë marrëdhënie që po shpjegoj tani. 1. Ju si qytetar që jetoni në fshat, do të keni vetëm 2 detyrime, të cilat nuk u ngarkojnë me barë ekonomike. Detyrimi i parë është që të gjithë ata që merren me bujqësi, blegtori, peshkim, se është paket, se këtu s'ka peshkatar, po në zonat tjera, bletari, këto 4 kategori, do kenë detyrimin e vetë që të dhe para zyrave të shtetit të vetë deklarohen si fermer, bujq, peshkatar apo bletritës. Pra do shkoj ky zotria dhe do thot erdha unë, deklarohem si fermer. Për të deklaruar si fermer nuk do t'i duhet as të çojë certifikat prone, se mund ta ketë me qira. Mund mos ja ketë dhënë letrat shteti. Rëndësi ka që ky vetë deklarohet si fermer. Në këtë moment shteti do t'i jap këtij një numër unik të gjithë fermerëve, bujqve, blegtorëve të Republikës e peshkatarëve. Detyrimi i dytë do të jetë që pasi të marrësh këtë numër do të shkosh në bankë të nivelit të dytë dhe do të hapësh një llogari të posaçme vetëm për këtë gjë. S'ke detyrim financiar, thjesht do hapësh një llogari bankare si fermer, si blegtor, si peshkatar, si bletric. Në këtë llogari bankare nuk do të depozitosh para, as do të bësh veprime. Por kjo llogari do të jetë vendi ku shteti shqiptar do të kalojë ty lekët e subvencionit. Pra kjo llogari e posaçme bankare do t'u shërbejë ju vetëm për të marrë nga shteti shqiptar lekët për subvencione. Të gjitha llogarit bankare të çdo fermeri, të çdo blegtori, të çdo peshkatari, të çdo bletrici do të jenë të regjistruara në serverin qendror të thesarit të shtetit. Pra shteti shqiptar do ta di që ky fermeri ka këtë numër llogarie. Tani vim te subvencionimi. Të gjithë ju, nga momenti që jeni deklaruar si fermer, blegtor, peshkatar apo bletritës dhe keni deklaruar numrin e llogarisë, do të pajiseni me sistemin online ose fizik, se ka njerëz që se përdorin dot online për shkak të moshës apo me radhë, të boqeve të daljes së maujt. Prodhove ujë, prodhove domate, prodhove mjalt, prodhove qumësht, kape peshk, shkove e shite, po, do të bësh faturën dalse. Tak? Ai që do ta marr pika shumicës, do të bëj faturën hyrëse. Në këtë moment, në llogarin tënde bankare, nga thesari i shtetit do të kaloj subvencioni për kilogram. Nëse ti ke prodhuar 1000 kilogram domate që i ke çuar dhe i ke shitur aty, herë 150 lek, po e marr si shembull, për kilogram që shteti do të kthej pas, 150.000 lek do të kalojnë në llogari, pa tu dashur të kesh mik drejtorin e bujqësisë, taneve, AZBR-n, asnjë. As deputet në zonës. I kalon sistemin në mënyrë automatike. Do thoni ju si bëhet kjo? Bëhet si ai momenti ku shkon në supermarkete. Keni parasysh kur kalon ato produktet? Aty te kasa ja bën pip 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 pip. I fut në fatura ajo. Edhe printohet në fund, edhe ju. Në momentin që kryqëzohet fatura që ju e shisti me atë që e blen shumicës, automatikisht sistemi u kalon në llogari vlerën e parave. Çfarë do të bëj kjo? Kjo do të bëj që për secilin nga ju, shteti shqiptar të sjellë në familjet tuaja para.
Kjo do të bëj që subvencionimi në vit në fshatrat shqiptar nga 26 milion euro që është sot dhe ato i marrin pak duar, i marrin ata që janë të lidhur me pushtetin, do të bëj që në fshatin shqiptar me prodhimin që ne kemi sot të vinë minimalisht si fillim 300 milion euro. Dhe në krye të 4 viteve për shkak të rritjes prodhimit sipas soi e këtij investimi dhe skeme të shkojmë në 500 milion euro. 500 milion euro në fshatrat shqiptar në të gjithë Republikën janë 500 miliard lek. E nëse ne ja heqim saltaneteve të atyre që i keq përdorin dhe i sjellim te ata që i kanë duart me kao, te ata që punojnë tokën, te ata që kanë bagtin, te ata që bëjnë peshkimin, te ata që rrisin bletët, janë 500 miliard lek që do të ndahen në mira e qindra, mira të paktën 300.000 familje fermerësh në Republikën e Shqipërisë së Blegtorësh. Dhe kjo është mënyra që ne ta ripopulojmë fshatin dhe ta bëjmë të begat jetën e secilit prej jush. Kjo është pika e parë. Pika e dytë e programit ton lidhet me investimet në bujqësi, blegtori, peshkim dhe bletari. Çfarë do me thënë? Tani ndërmjet jush jam i bindur që ka shumë njerëz të cilët kanë shkuar e kanë marrë kredi për punët që bëjnë. Kredi nga këto të voglat që t'i japin dhe gjasme pa dokumenta, me një kartë identiteti, nga 5.000 euro, nga 10.000 euro, nuk e di. Merë 5.000 euro dhe në fund fare pasi e shesin atë borxhin e keq, detyrohesh të kthesh nga 20, nga 30, nga 25.000. Apo s'është e vërtet kjo? Tani, këto interesat e këtyre fajdeve të ligjëruara që shkojnë deri në 49%, e kam të vërtetuar këtë, nuk e them kot, shkojnë deri në 49%. E kemi të simuluar në kohë reale nga sistemi, kemi bërë të filmuar, nëse ti merr një vlerë të caktuar deri në sa përqindje shkon. Ne këto synojmë që t'i shbëjmë përmes një skeme të financimit të qytetarëve që jetojnë në fshat, duke i dhënë kredit buta. Si? Ne do të angazhohemi të hapim bankën kombëtare agrare. Banka kombëtare agrare do të jetë një bank me kapital 100% shtetëror. Qëllimi i kësaj banke nuk do të jetë që shteti të fitojë lek nga veprimtaria bankare. Qëllimi i kësaj banke me një buxhet vjetor 100 milion euro do të jetë që të jap kredi të buta për fermerët, për blegtorët, për peshkatarët dhe për bletëricit. Vlerat e kredis do të jenë deri në 100.000 euro. Pra një njeri që merret me blet mund të shkojë të marrë kredi jo më shumë se 100.000 euro. Kredit do të jenë me vlera të ulta. Kredit do të jenë me interes të ulët. Me interes i cili i krijon mundësinë secilit të marrë dhe të kthej diçka të vogël dhe jo të hyjë në borxhe për të zhbërë ekonominë e vet. Kjo do të ndihmoj fermerin, blegtorin, peshkatarin dhe bletëricin që të mund të kryejë investime te ferma e vet, te stalla e vet, te kosheret e veta, te peshkarexha e vet, e me radhë, duke i dhënë mundësinë që të lulëzojë ekonominë dhe biznesin e familjes vet. Kjo është pika e dytë e programit. Pika e tretë e programit lidhet me fidanët dhe farat. Tani, sa raste keni parë ju që shkon e blen farën, shkon e merr fidanin, e mbjell, i shërben me vite të tëra, ku di unë, një pemë ujëri dhe në fund fare nuk t'je prodhim. Ka raste tilla apo jo? Tani kush më përgjegjësi që ti e ke marrë fidanin e drurit frutor apo të ujërit, i ke shërby 10 vjet dhe në fund të 10 vjetëve ai nuk t'je prodhim. Kush e mban këtë përgjegjësi? Ka ikur paraja, ka ikur koha, ka ikur djersa, ka ikur mundësia që familja të begatohet? Kush mban përgjegjësi? Për këtë arsye, të gjitha kompanitë të cilat prodhojnë fidan, importojnë fidan dhe shesin fidan dhe fara në Republikën e Shqipërisë, do të hyjnë në një regjim të veçantë të shtetit shqiptar dhe do të nënshkruajnë një marrëveshje të posaçme me shtetin shqiptar, ku marrin përsipër çdo lloj dëmi që i vjen fermerit si pasojë e mungesës së cilësisë. Shteti ju paguan ju dëmin si garant dhe shteti ja merr atij që të ka shit ty atë që është jo e dura, jo e drejta. Jeni dakord me këtë? Kata, cilësia e pesticideve, kristalore dhe fertilizuese. Gjoj në emisione, gjoj në Tiranë, që thonë këta fermerët tanë, këta blegtorët tanë, i ndosin me
pesticide, u hedhin shumë plera kimik. Unë në gjithë rrugtimin tim me fermerët dhe blegtorët dhe qytetarët që jetojnë në fshat, nuk kam parë një njeri dhe nuk ka logjik të ndodhë që të ketë dëshirë që të helmoj produktet që prodhon. Se s'ka arsye. Pse duhet ai që prodhon domaten apo ujirin ta nxjerrë jo cilësor? Ai lodhet për ta nxjerrë. Por çfarë ndodh? Shkon ai merr pesticidin aty apo merr pleon kimik dhe ja hedh në dozë, nuk i bën efekt. Sepse këtu vjen cilësia e fundit. Ç'bën ai? Detyrohet i fuz një dozë të dytë. Se s'ka ç'bën. U ndot ajo gjë. Po problemi është që ai fermeri apo blegtori që pa dashje, pa vullnetin e tij e ndot këtë gjë. Puna është që ai prodhon domaten, po e marr si shembull, po dikush tjetër prodhon bostanin atje në Lushqe. Dikush tjetër prodhon portokallën atje në Saran. Pra fakti që ti prodhon një produkt nuk të mbron nga ato produktet e tjera dhe ti je konsumatori atyre produkteve të tjera të dëmshme. Pra të gjithë jemi konsumatorë të produkteve të dëmshme. Jemi në kurthin e këtij problemi. Çfarë kemi parashikuar? Çështja e importit, prodhimit dhe shitjes së pesticideve dhe plerave kimike nuk është një lojë. Është çështje e sigurisë kombëtare sepse lidhet me shëndetin e popullatës. Lidhet me jetën e fëmijëve tanë dhe të qytetarëve të këtij vendi. Për këtë arsye, të gjitha kompanitë që importojnë, prodhojnë apo shesin pesticide dhe plera kimik në Republikën e Shqipërisë do të kenë një regjim të posaçëm nga shteti shqiptar dhe do të trajtohen si çështje e sigurisë kombëtare dhe do të mbajnë përgjegjësi penale nëse nuk prodhojnë, shesin cilësinë e cila është sipas direktivave të Bashkimit Evropian. Pikë tjetër e programit ton lidhet me përpunimin, grumullimin e produkteve. Tani kjo është zonë ujiri, me ç'kuptova unë nga prodhon. Tani unë kam një pyetje për ju. Për gjithë këto fidan dhe prodhim ujiri, gjatë gjithë vitit që ju i mbarshtoni dhe kujdeseni për to, cila është ndihma që shteti shqiptar u jep ju? Kujdeset njeri për ju? Tani, cili është vizioni ju për këtë? Dhe nuk e kemi ne të shpikur, po e kopjojmë nga ata të tjerët që e kanë bërë mirë. Problemi juaj është çmimi. Ju prodhoni, po nuk shisni dot në çmim. Sepse ai fermeri grek, spanjoll apo italian që e prodhon ujirin, merr subvencione shumë të fuqishme dhe e nxjerr shumë nën kosto nga ju vajin e ujirit. Është kështu apo jo? Këtu nuk ka një sistem të grumullimit, të prodhimit, të paketimit të tij, të shitjes sipas standardeve. Më thoni ju mua, ka në gjithë këtë zonën këtu ndonjë fabrikë që e mbledh vajin e ujirit dhe e bën në shishe, e ndan në cilësi e eksporton në nivel botror? Këtu tregtia dhe prodhimi i ujirit është lënë në kushtet e kam 5 miq në Tiranë, më marrin nga i bidon, kam ca andej, kam ca këtej, prodhoj e shit lart e poshtë. Është kështu apo jo? Tani, nëse ne nuk e vendosim këtë lloj sistemi në një regjim i cili është total dhe i mbyllur, kjo nuk ka për të funksionuar kur. Çfarë nuk kuptoj? Po marr një shembull. Ne e shesim prodhimin, marr portokallën, ne e shesim portokallën në kohën që ajo vilet, sepse ti se mban dot në ark, ajo vishket, kalbet. Se lë dot në pemë se ikën kohë, dhe ti e vjel dhe e shet. Je i detyruar ta shesësh brenda ditës. Në të kundërt, ajo ikën dëm. Çfarë bëjnë grekët dhe italianët? Ai e nxjerr produktin për ta shitur, po se morën në çmim tregtarët, shkon dhe e magazinon te frigoriferi i madh që është në çdo krahin. Po ai frigoriferi i madh që merr mira e mira tonë atje, e ruan portokallën deri në gusht, deri në korrik, deri në shtator. Çfarë ndodh? Nuk e shesin xhaba për 2 lekë kur është prodhimi, nuk e hedhin në kanal, e ruajnë atje dhe na e shesin ne me 1500-1600. Në sezon është me 500 lekë, në korrik dhe gusht e ke me 1500-1600. Atje e kanë fitimin ata. Tjetra, pikat e përpunimit. Ka këtu në zonën tuaj në pikë përpunimit të lëngjeve të frutave, të kompostove, të gogozhareve? Ha? Po si mund të prodhosh ti pa pasur garancinë që ajo që të mbetet pa shitur në fund të ditës apo në fund prodhimit të mos hidhet në kanal? Se unë e kuptoj që të gjithë nuk e shet dot me çmim maksimal. Po të paktën me kostot që e ke prodhuar ti duhet ta shesësh. Të marrësh subvencionin e shtetit dhe në fund ditës të shkosh te shtëpia te fëmijët me një fitim të saktuar, të mos dalësh ruar qethur. Për këtë arsye ne në program kemi një program që parashikon 30 milion euro në të gjithë Republikën
për subvencionimin e të gjithë atyre që duan të prodhojnë, që duan të përpunojnë, si që është kjo pika këtu për shembull. Do jenë 30 milion euro në vit gjendje, që të gjithë ata që duan të hapin punishte, përpunimi, paketimi, eksportimi, apo magazinimi për frigorifer, të mund të marrin nga buxheti i shtetit këto vlera si grante me detyrimin që të investojnë dhe të ofrojnë kapacitete për qytetarët. Kjo do të na krijonte një cikël të mbyllur që do të jap kuptim prodhimit tuaj. Dhe e fundit që dua të flas për fshatin shqiptar këtu me ju, lidhet me certifikimin e produkteve bujqësore. Kjo nis që nga toka njëherë, sepse ata ku eksportojnë aty jashtë me tjetër çmim ta marrin kur e ke pa tokë të certifikuar, me tjetër çmim ta marrin kur e ke nga tokë të certifikuar, dhe e dyta, nga analizat që i bëhen. Keni dëgjuar ju që kthehen në dogan? Kush man përgjegjësi pastaj që vritet tër sektori, se del njëri që ka pesticidet ndaluara me mandarina dhe gjithë sektori manderinës falimenton atë vit. Kush man përgjegjësi? Jo, nuk duhet të lejohet të bëhen atje analizat. Analizat duhet të bëhen që te grumuesi aty. Që ajo ngarkesë që nuk është në standard të mos shkojë atje dhe të dalë atje referencë dhe ta bëjnë modele ata të vendeve të tjera dhe të thonë Shqipëria e ka manderinat jo cilësore. Shqipëria e ka ujrin jo cilësor. Shqipëria e ka vajin e ujrit jo cilësor. Sepse kjo i penalizon të gjithë pasaj. Po, nëse një fermer e ka bërë gabimin, të ndalet që këtu të hiqet më njanë dhe të thuhet, ju të tjerët vazhdoni, eksportoni, po jo ta lësh ti të shkojnë dogana atje, ta kapa i tjetri, edhe ti vër damkën e zezë gjithë prodhuesve shqiptar, edhe ti falimentoj, siç ka ndodhur. Mira ton mandarina si vjet shkuan dëm. Pse? Kush majti përgjegjësi? Se 2 kamion u kapën atje me probleme. Po pse mos i bëheshin analizat kamionëve para se të venin atje? E kam gabim apo kam të drejtë? Për këto arsye, duam mbështetjen tuaj për ta bërë ndryshimin. Nuk po zgjatem shumë, jam i hapur për pyetje, po bëjmë mbylljen e fjalës time, që të mos u lodh. Kini parasysh, kjo është një betejë e vështirë. Pse është shumë e vështirë? Sepse njerëzit për të kërkuar të drejtën e tyre, të drejtën tënde, dhe prap popullata është e tremur. Sepse këtu përdoren metoda ekstra ligjore për ta dhunuar. Jo tatimet, jo të fortët, jo të prish atë që ke për legalizim, jo të heq atë tjetrin nga puna, jo të heq ndihmën ekonomike. Ndodh kështu, po apo jo? Tani, imagjinoni ti vësh gjoksin kësaj gjës si ne dhe të përballesh me ta hapur. Imagjinoni sa e vështirë është. Shpesh ndër vite kam dëgjuar që student si nuk dolën ca ta ndryshojnë, si spatëm një brez të ri, si ashtu si kështu. Tani, as nga Jupiteri nuk do vinë, as nga hëna nuk do vinë, as profet mos prisni, se i fundit është ai që paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, se jemi dhe në muajin e shenjtë të Ramazanit. Këtu ndryshimin do ta bëjnë bi dhe bija të këtij vendi. Por që ta bëjnë bi dhe bija të këtij vendi duhet që populli të dalë krah. Se e bën ata në Kosovë, po populli doli krah ndryshimit. E bën ata në Greqi, po populli doli krah ndryshimit. E bën ata në Itali, po populli doli krah ndryshimit. A ka perfeksion në këto vende që përmenda unë? Jo. A kanë mbaruar hallet? Jo. A do mbarojnë ndonjëherë hallet sa të ketë jetë njerëzimi? Jo. Por ka një diferencë të madhe mes mjerimit dhe përpjekjes për ta ndryshuar dhe jetës me dinjitet. Shumë të madhe. Nuk është njësoj të jesh në mjerim, të jesh i shpërfillur dhe të jetosh në një vend që fillon, avancon dhe ka shpresë. Sepse ka 2 lloj diktaturash, mos e harroni, ka diktaturën e dhunës që ka qenë komunizmi, që të vret, po mendoj ndryshe, po është dhe diktatura e shpërfilljes, po aq e ndyrë sa ajo. Edhe diktatura e atij që s'të dëgjon, kur s'ka ilaçe në spital, që ti e shikon që tregu është plot me ushqime, po ti nuk shkon dot ta blesh, se nuk e mundsi ta blesh. Që ti e shikon që fëmia i tjetrit pa drejtësisht shkon dhe ecën përpara, ndërkohë fëmia jote edhe pse e meriton nuk ecën përpara. Është një diktaturë po aq e ashpër sa ajo që të merr jetën komunizëm dhe nuk të lë të flasësh mendimin tënd. Ndaj ju kërkoj bashkimin tuaj, mbështetjen tuaj jo për ne, po për fëmijët dhe jetët e këtij vendi. Ne kemi numrin 6, nuk jemi në fushat akoma, po numrat kanë dalë. Mos na votoni pse jemi të rinj, pse e kam bezdi këtë. Na votoni pse kemi
ëndër për ta ndryshuar këtë vend dhe një program të qartë për ta transformuar. Jo thjesht themi të rinj. Nuk është asnjë tregus kjo. Por duam mbështetjen tuaj për shkak të ideve krejtësisht të ndryshme dhe për shkak të faktit që flasim për parimet dhe nuk bëjmë politik të shajmë. Më dëgjuat mua të shaj ndonjë nga këta sot? S'merrem fare unë me këta. Se nuk kam hyrë në këtë rrugë të merrem me këta. I njihni mirë ju të gjithë. Ne kemi hyrë në këtë rrugë për të dhënë vizionin ton. Modeli i politikanëve të Baltës e çoi Shqipërinë në këtë pikë. Modeli që duam të sjellim është modeli i ideve dhe i debatit, ku dhe atë që kemi përballë nuk e kemi armik, po e kemi kundërshtar desh për të bërë Shqipërinë më të mirë. Dhe një pikë të fundit në lidhje me listat. Listat tona do të jenë të hapura, sepse në rrugtimin ton ne kishim 2 pika të panegociueshme. 1, votën e diasporës, mblodhëm 21.000 firma qytetarë, shkruan projekt ligjin, e çuan parlament e realizuan bashkë me të tjerë. Dhe sot emigrantët do votojnë, kishin 34 vite që nuk uajnjinin këtë të drejtë, dhe e dyta, vota përmes listave të hapura që jo kryetarët e partive të vendosin këtë duan ata, por vetë qytetarët të zgjedhin mes atyre që sjellim si propozim. Pasi mbaruan zgjedhjet e 2021-shit dhe ata që u zgjodhen deputet si pasojë e listave të mbyllura, ka ardhur ndonjëri për 4 vjet tu pyes për ndonjë projekt ligj që është miratuar atje në Tiranë? Tu mbledh kështu dhe tu thot, ore, do miratohet ky ligj i filan. Jeni dakord ju të votoj pro apo kundër? Ka ardhur ndonjë këtu? Po nuk vinë sepse nuk janë deputetët tuaj, janë deputet të kryetarëve. Po do kryetari e fut në listë atë. Po s'do kryetari e nxjerr nga lista. Ne këtë duam ta zhbëjmë. Ne nuk duam që të sjellim deputet të kryetarëve, jo se do Adriatiku duhet vënë këta në parlament, po këtë doni ju nga këta ta çonin në parlament. Që kur të vi puna e miratimit ligjeve, kjo vajza që e keni bifshati këtu, ha? Të mos kthej kokën nga unë për të parë çfarë mendoj unë, po të vi këtu dhe të pyes ju, ore, më votuat atëherë. Ç'të bëj, ta votoj këtë gjë apo jo? Do i thoni ju votoje se është e drejtë, do e votoj. Mos e votoni se nuk është e drejtë. Do vinë Tiranë kjo, do thot Adriatike, mbamën ku shkuam atëherë po. I mbamën listat e hapura po. Ata më votojnë mua. Ata thonë jo. Dhe për këtë arsye ne duhet ta hapim sistemin. Për këtë arsye listat e mbyllura të tyre ne i dogjëm. I dogjëm. Se ligji e kërkonte me detyrim që t'i mbushnin. E kanë bërë të tillë që ti jesh i detyruar t'i mbushësh. Ç'a bëm ne? Për t'i bërë dhe një karshillok sistemit, tham kush janë prindrit e kandidatëve, një pjesë. Këta, fusni prindrit që t'i djegim dhe lista do t'jetë e hapur dhe ju do të votoni numrin 6 dhe në listat e kandidatëve poshtë do të vendosni kryqin brenda kutisë te ata që ju doni. O do ta vendosni te Magdalena, o do ta vendosni te Lindita, o do ta vendosni te Eligerti, por unë këtu u kam ardhur me njerëz të denj. Unë këtu u kam ardhur me një mësuese, kam mësuar fëmijët. Këtu u kam ardhur me një vajzë e cila është në fushën e mjekësisë dhe ka 2 universitete dhe është bie këtij fshati. Unë nuk kam ardhur me Eligertin që në Itali merret me punët e drejtësisë. Nuk u kam ardhur këtu me njerëz që këta si famshëm. Po janë ndershëm. Kjo është diferenca e madhe. Për këtë arsye do të kërkoja mbështetje totale. Faleminderit shumë dhe jam i hapur për pyetje nga ana juaj. Kush ka pyetje ngret dorën dhe merr mikrofonin. Ky popull kënaqësia më e madhe herë që arritëm në këtë ditë që doli Adriatik Lape që ta votojmë masivisht dhe më merri më me këta mashtrusa, me këta se bolli mi fokur. Biles të gjithë njerëzit më thonë kështu. Si bon vaki Arjan dole ti, se unë kam qenë i majt, ta them. Sot jam këtu, që Shqipëria bëhet. Pse? E shikoj se qa djem shjeni, dhe qa vizioni keni, dhe qa të ardhme dhe e pret Shqipërinë me të vetë kryeministër ti, apo kush dojë na ju, edhe me 3 deputet që i njofim. E dim se kush është Eligerti. Këta njerëz e din gjithë mirë se ke kam mikun që duhet të kishë shtetur X-in. Jo boll, se ne ka marrë gjithë subvencionet e bujqësisë. E din gjithë, i njohin gjithë kush i ka marrë. Ja ku ne jemi këtu. Prandaj të gjithë
masivisht, gjithë populli, gjithë Dymëria, gjithë Shqipëria, duhet të votojmë Shqipëria bëhet. Faleminderit. Faleminderit. Dhe sukses edhe me fitore. Faleminderit. Të shporën këta ordinerat. Më falni që. Për shembull, mund të pyesni për fushat të tjera, se e kuptoj që bujqësinë edhe blegtorinë e shpjegova unë, po mund të pyesni për pensionet, mund të pyesni për sigurinë, mund të pyesni për legalizimet, mund të pyesni për tokën 7501, certifikatat. Çdo pyetje që ju keni, ne dhe kemi në program dhe adresojmë, ndaj jam këtu. Unë u fola kryesisht për bujqësi, blegtori, peshkim dhe bletari, sepse kjo është baza e jetës së fshatit, por ka dhe probleme të tjera. Probleme të furnizimit me energji elektrike, probleme të shkollimit, probleme të çdo spektri, të personave me aftësi të kufizuara, të gjithë mund të bëjmë pyetje në fushat që ata ndjejnë se duan sqarim. Faleminderit. Po. Atëherë, rast parë përshëndes Adriatik Lapaj dhe bashkë udhëtuesit e tij që janë këtu. Lejoni të prezantohem, unë jam vllai një kandidati tyre, Ledian Amatit, i cili për arsye shëndetësore nuk ndodhet sot këtu mes jush. Është ndodhet në shtëpi. Tani, këtu unë e njoh shumë mirë këtë zonë. Edhe atë vajzën aty, pavarësisht se është gjaku im, është kushturira ime, është normal që unë ato do më shtes, nuk shtes dikë tjetër. Po ta marrim që nga Gjinari, që këta banorë tu e din të gjithë, që ka pas një kanal vaditës që vinde nga Krojbushit, kush është mosh më e madhe, e mban mend dhe e di se ku quhet Krojbushit, vinte nga ndë kanali vaditës, për gjithë të zona tu dhe mbërrinte deri në Lushnje. Sot e 34 vjetë që duke filluar që nga 91-shi, deri në sot, investime kjo zona këteja nuk ka parë. Një infrastruktur, zero. Pensionistët gëzojnë vetëm me një bakshishje i hueth, ose si ajo kokra e misrit që tregoj Adriatiku, gëzojnë me ato pak lekë që u jep shpërblim për vitri, ose nuk e di çfarë festa është tjera, për shembull Bajramu njëri. Tani, unë për veten time, normal që do votoj për këta që kanë vizion krejt ndryshe, por edhe ju bashkë me ne, forca më e madhe e këtyre jemi ne, jam unë, ti edhe e tjetër e ti mandat. Tani, unë një pyetje të e bëj Adriatikut. Përveç bujësis, blektoris edhe këtyre, sot Treganin edhe Gjinarin, Funari, ne kemi zona turistike. Cili është programi juaj për këto zona? Faleminderit. Pyetje me vend. Do vite pyetja, po cek edhe dy çështje tjera dhe unë po i cek se kanë rëndësi për njerëzit. Lidhje me kanalet vaditëse. Ne në program kemi një mega projekt për sistemin e kanaleve vaditëse, të cilat janë lënë pa trajtim dhe në mëshirë të fatit. Cili është programi? Ne parashikojmë që në ushtrinë shqiptare do të krijojmë një me pranë forcave gjeniere të mirë pajisur, e cila do të nisë një aksion të madh kombëtar disa vjeçar për ndërtimin e infrastrukturës dytësore në vend, në fshatra, që përfshin kanalet vaditëse, kanalet kuuse, barierat mbrojtëse nga lumenjt, nga erozioni, urat dhe tunelet në zonat rurale të vendit. Nuk flasim për infrastrukturën parësore që lidhet me rrugët kryesore, sepse ato duhen bërë me kompani edhe më të specializuara, por flasim për pjesën e zonave të fshatra. Do të ndodhë nëse e drejtojmë ne që në të gjithë Republikën do të shikoni ushtrinë shqiptare të angazhuar totalisht me mjetet të rënda për të kryer këto mega projekte të furnizimit me ujë siç kanë qenë dhe të ruajtjes nga përmbytjet dhe ura, kanale kuuse me radhë dhe tunele. Në lidhje me pyetjen që në lidhje me pensionet, do vi aty. Në lidhje me pensionet, sot pensioni mesatar në fshat është 111.000 lekë të vjetra. Ka pension dhe 80.000 lekë, ka dhe 150.000, por mesatari është 111.000 të vjetra. Nëse ne do e drejtojmë shtetin shqiptar, pensioni minimal në fshat dhe qytet në Republikën e Shqipërisë nuk do të jetë më nën 200.000 lekë ose 200 euro.
Minimali. Ata pensionistë që sot e kanë 100.000 lek, do të shkoj 200. Ata që e kanë 150, do të shkoj 200. Ata që e kanë 80, do të shkoj 200. Pse është 200 si dysheme? Sepse si pas avokatit popullit, në 2 studime që ka bërë, për të mbajtur frymën gjallë në Republikën e Shqipërisë, për të jetuar me buk, duhen 200.000 lek në muaj për njeri. Atëherë, si mund t'i paguajmë ne një prindi 80.000 lek, apo 120.000 lek, apo 150.000 lek, ndërkohë që ati për të jetuar i duhen 200.000 lek? Si? Kështu që ta bani dyshemeja nuk do t'jetë në 200.000 lek. Kjo është e pa diskutueshme. Shumë thonë ku do i gjeni lekët, po a them unë ku i gjim lekët. E para njërë të këto që vidhen, e dyta të doganat cilat bëhet evazion gjigant fiskal. Po a them unë. Në lidhje me zona turistike, të pyetja finale që bëre. Në lidhje me zona turistike, ne kemi një program shumë të thjesht, por besoj shumë efektiv. Cili është? Tani, kur flitet për turizëm në Shqipëri, theksi është vënë gjithmonë te turizmi bregdetar. Pra plazhi, vera, marrim masa për plazhin, gjithçka në funksion të bregdetit. Në fakt, ne kemi një mori shërbimesh në gjithë territorin që nga Ujgjat që keni ju këtu, deri te zonat malore me deri te turizmi arkeologjik e kulturor që kemi në zonat e tjera, deri te ai mesjetar në zonat e qyteteve muzeale që kemi, te antikitetin Butrin te Meradh, të cilat shkojnë përtej detit. Për këtë arsye, ne kemi 2 paketa të mëdha. Paketa e parë është turizmi këtu ka qenë i kufizuar nga qershori deri në shtator ose tetor. Pra kjo pjesa e verës. Ndërkohë gjithë pjesën tjetër të vitit, këta që merren me turizëm o kanë pasur shumë pak njerëz o detyrohen të mbyllin bizneset se nuk ka turist. Kjo lind problemi i të punësuarve, sepse një njerëz mund të punojë vetëm 4 muaj në vit apo 5 muaj, po muajt e tjerë ku do rri? Dhe ç'bëjnë njerëzit ikin. Për këtë ne kemi një paketë shumë të thjeshtë, cila është shteti shqiptar për periudhën nga fundi muajit nëntor deri në fund të muajit prill, për gjithë pjesën tjetër të vitit, ku numri i ardhjeve nga turizmi bie, ne parashikojmë që për të gjithë ata turistë që vinë me kompani low cost të aviacionit, që do të thotë me këto kompanit me kosto të lira, dhe që prenotojnë në Republikën e Shqipërisë gjatë kësaj periudhe nga nëntori deri në prill 8 net qëndrimi në Shqipëri. Pra, rezervojnë në bujtina, në hotele, në resorte, në pikat e Ujgjave me radhë. Të pak në 8 net qëndrimi, shteti shqiptar do të marrë përsipër tu paguaj deri në gjysmë të biletës sa avioni. Nëse vjen një familje me 4 antar dhe bileta ka kushtuar nga 100 euro për secilin, 400 euro, shteti shqiptar do të rimbursoj atyre 200 euro të vlerës të ardhjes dhe të ikjes së biletave, me qëllimin që këta të stimulohen të vinë gjatë gjithë vitit. Çfarë do bëj kjo? Kjo nuk do t'i sjellë ndonjë fitim të madh shtetit në vetvete, se shteti dhe ato tatime që do mbledh nga konsumi do t'u jap këtyre për biletat. Por fitoria e madhe është që ne do t'i sjellim klient pafund bujtinave, hoteleve, ujgjave, dhe po punuan këta, do rrin gjithë vitin të hapur, po ndonjë gjithë vitin të hapur do kenë nevojë për punëtor, për pastrim, për shërbim, për prodhime bujqësore, konsumi rritet, nëse për 4 muaj do harxoj 3 ton vaj ujri, për 12 muaj do harxoj 12, 13 ton, 14 ton, sepse konsumi është i madh. Dhe fillojnë punojnë të gjithë gjatë gjithë vitit. Dhe kjo skem që ne do të bëjmë, është një skem për të mundësuar që zgjatja e sezonit të mos jetë vetëm në kohën e pikut, por të sjellojmë turist gjatë gjithë vitit, duke i stimuluar përmes pagimit të biletës. E dyta, lidhet, po? Po, do vi pra, ndaj thash. E dyta lidhet me infrastrukturën, ndaj thash, janë 2 pika. Infrastruktura turistike ka disa dimensione. Një, për në Bregdet, ne kemi ende sot portet që ka lënë Enver Hoxha, ai sistem, ndërkohë që numri mjetëve është shumë fishuar. Dhe ndërkohë që disa njerëz kanë humbur jetën se zihen për një parkim për skafin apo për varkën. Ne kemi pika dalje në Bregdet të njëjta, ndërkohë në turizmin malor nuk kemi asnjë shteg të krijuar nga shteti. Ndërkohë, infrastruktura e zonave të tilla si kjo këtu është e dobët, po duhet një projekt i madh, siç e thash, që do ta bëjmë. Por ky është një mega projekt që nuk lidhet vetëm me një fshat. Se ti po e bëre vetëm në një fshat, nuk e bër asnjë gjë ti. O e lidh territorin që ai që vjen bën 2 ditë në Bregdet, po vjen edhe 2 ditë në freski. Po shkon edhe një ditë shikon Beratin. Po shkon edhe një ditë në Korçë se në atë freskinë e Voskopojës. Pra të lidhet infrastruktura që turisti të gjej shumë lloj shërbimesh. Dhe kjo është komplekse, është
një projekt, siç ta thash, që duhet jetë shumë i madh. Po e gjitha lidhet me ekonomi. Po arritëm të ngrëm, pse e nisa unë nga bujqësia, blegtoria, peshkatarët, bletaricit. E nisa nga prodhimi, sepse po nuk prodhove, nuk ke ekonomi. Po prodhove, ke ekonomi. Po ke ekonomi, ke lek. Po ke lek, bën rrugët. Po ke lek, bën shkollat. Po ke lek, bën spitalet. Po ke lek, ha më mirë, jeton më mirë. Pra duam s'duam ne, gjithë shka duhet nisë të prodhimi. Si u këtu Angela Merkelin. Po nuk prodhuam, nuk ka që bën ekonomisë. Po prodhuam, gjithë shka ndryshon. Pra e gjitha lidhet me prodhimin. Po, pyetje tjetër. Po, zotria. Ju përshëndes, të gjithë ju të keni ardhur të deleguar për... Mbaje pak afër që të dëgjosh. Në fushat, ose flasë kështu, s'ka problem. Gjova shumë edhe mendje që i bane shumë premtime në këtë fushat. Pyetja ime para është, sa mbështetje keni nga ndërkombëtarët ju si forcë politike? Edhe pyetja e dytë që është, në qoftë se ju do të fitoni 3 deputet ose 4 ose 10 e supozojmë, dhe nuk do arrini të merrni pushtet, me cilin do të bëni aleancë. Faleminderit. Faleminderit, si e ke emri zotri? Unë e kam Nazmi Kyçyku. Pas ke dhe emrin e zonës këtu, se Kyçik e pash në hartë. Kyçykemi gjithë. Faleminderit. Gëzojmë Nazmi. Jo, s'ka marru, mos u mëzito. Atëherë ma bëj dhe tjetrën edhe të të Po, përgjigjem. sigurisht, kur të përfundoj unë. Këtu në zonën tonë, si se përmend edhe vetë, kjo është jo zonë turistike, ja kalon dhe Brigdetit, sepse kjo është edhe zonë kurative. Sa program, mërëna programit, çfarë keni mendu ju për këtë, se kur vinë Kosovarët tuke ne, që ato faktikisht janë 40 vjetë para nesh, nga çdo lloj drejtimi, dhe që ditën që shofim, dhe kur shofim, më falë për shprehje gomar, thot akoma pasit magjar, shprehimisht flasin këtu. Këtë e thonë sepse shofin që këtu s'ka fare vendje dorë, në asë lloj drejtimi, qoftë nga majta, qoftë nga djafta. Nuk është punuar për këtë vend këtu, se ky vend këtu është një nga burimet që ja kalon Dubajt. Ja kalon Dubajt nga vendi që është. Dubai s'ka si gjore, thjesht ka trute atyre që kanë krijuar, se nga natyra është shkretëtirë. Edhe kur ka ardhur zoti kryeministër, Dubai s'ka as ujë. Zoti kryeministër kur ka ardhur, ka marrë pushatën 2013-ën, e shprehu këtë fjalë para ne, për shprehu që këtu do jetë Dubai 2. Dubai 2 në mbetën Dubai funit. Prandaj, çfarë do të bëni ju për këtë vend tu që kjo është, ja ka kalu Bregdeti për përsëris, që kjo ka shumë të ardhura, që se do këtu vet komuniteti këtu punësohet pas detyrime qeveria. Ju faleminderit. Faleminderit shumë. Në lidhje me pyetjen e parë që bënde fjalë për ndërkombëtarët. Unë bëj pjesë të ata njerëz që mendoj që shtëpinë e rregulloni Zoti i shtëpisë. Miqt e dashamirësit janë të mirëpritur, janë të respektuar, po Zoti i shtëpisë i deli Zoti i shtëpisë. Këto teoritë që nuk na kanë lënë të huaj të zhvillohemi, apo po pate të huajt me vete zhvillohesh, këto nuk qëndrojnë për një arsye shumë të thjeshtë. Dhe janë teori që janë hedhë popujt për ta mbajtur ashtu me. Shkojnë atje, bëjnë nga një foto duke paguar edhe u thonë njerëzve këtu, pse? E para njerë, të jesh i bindur ti zotri, që për Shqipërinë në atë botën e madhe atje tutje, flitet 30 sekonda kur bëhet fjalë për Ballkanin. Po shkoj 1 minutë, këtu ka ndodhur një gjë shumë e rëndësishme. Po u bë 1 minutë e gjys, pas ka krizë. Po shkoj 2 minuta, këtu pas ka luftë. Nuk vërtitet bota rreth Shqipërisë, më beso mua për këtë, lere që e bëjnë këta sikur qendra e botës jemi ne. Sepse prodhimi kombëtar i Shqipërisë, është më pak se një ditë konsumi e Teksasit. E një shteti në Amerikë. Pra gjithë prodhimi jonë kombëtar është më pak se një ditë konsumi aty. Në këtë kuptim, le t'i japim vetes peshën që kemi, dhe unë të them,
këtë vend e kanë vjedhur bitë vet dhe mund ta kthejnë në jetë dhe ta zhvillojnë bitë vet. Pik. Unë nuk bëj pjesë të ata njerëz, sikur 0 vot të marr, të dalë të kërkoj votë, të them, më jepni votë se kam mbështetje ndërkombëtare. Nuk e bëj. Nuk e bëj, s'kam për ta bërë, se më duket mas karaok politik ndaj popullit. Është gënjeshtër. Gënjeshtër. Sepse unë e di si rri në radhë atje për të bërë një foto. E di unë, se i kam parë. Ndërkohë ai se di fare ku bie Elbasani edhe Shqipëria. Fare hiç. Kjo është siç ta them unë. Vim tani te e dyta që qe me nëse merr 3, 4, 1, 10 mandate. Por nuk je i aftë të qeverisësh. Tani unë kam 4 pyetje për ju që të përgjigjem. 1. A është fakt që në Shqipëri kërcënohen njerëzit në administratë për votën? Po apo jo? A është fakt që në Shqipëri ekziston fenomeni i blerjes së votës? Po apo jo? A është fakt që në Shqipëri jepen pagesa ndihme ekonomike apo kempe kot për marrë votën? A është fakt që njerëzit mbahen peng përmes legalizimeve dhe certifikatave të tokës për votën? Janë të vërteta këto që unë thash? Tani çfarë duhet bëjmë ne? Erdha, do të përgjigjem. Nëse ne marrim aq mandate, sa nuk e qeverisim dot në Shqipërinë vetëm, i bie që duhet të shkojmë me një nga palët, logjikisht. Tani unë po të them, ne nuk do të shkojmë me asnjë nga palët. Pse? Sepse do ta çojmë vendin në zgjedhje të parakohshme. Për 2 arsye të mëdha. E para, sepse duke e çuar vendin në zgjedhje të parakohshme, të gjitha ato parat që do hidhen lart e poshtë për të bler votë, do t'i shumëzojmë me 0, sepse ato vota që janë bler nuk do të kenë fuqi për të bërë qeverinë dhe do të shkojnë dëm, dhe kjo do të na krijojë mundësinë që në zgjedhjet e dyta ta zhbëjmë fenomenin masiv të blerjes së votës, dhe e dyta, sepse do t'i krijojë mundësinë Shqipërisë që të shkojë për herë të parë në një palë zgjedhje ku administrata nuk kërcënohet me vendin e punës. Sepse nuk do të ketë një qeveri që ta kërcënojnë dot. Ku ai që merr një pension, invaliditeti apo ndihmë ekonomike nuk kërcënohet se do t'i hiqet, sepse nuk do të ketë në fuqi një qeveri që t'ja heqi. Sepse ne do ta çojmë vendin zgjedhje parakohshme që më në fund shqiptarët të votojnë pa u bler vota dhe pa u kërcënuar administrata dhe njerëzit hallexhi. Ditën që kjo të ndodh, ne do të shohim rezultatin dhe në bazë të rezultatit që do të jetë nga një palë zgjedhje që më në fund të jenë të lira e të ndershme, do të qeveriset në raport me vullnetin e popullit. Por për sa kohë nuk ka zgjedhje të cilat pasqyrojnë 100% vullnetin e popullit, nuk mund të ketë koalicion dhe bashkëpunim me asnjë nga ata që mban peng Shqipërisë. Jeni dakord po apo jo? Ne nuk jemi në këtë rrugë, një sekond. Ne nuk jemi në këtë rrugë për të bërë as karshiull njeriu, as për ta futur Shqipërinë në destabilitet, as për t'u treguar arrogant, as për t'u treguar hakmarrës, jo. Por në fund, pas 35 viteve tranzicion, ne na duhet të vendosim standardin e zgjedhjeve. Ne na duhet ta ndajmë përfundimisht administratën nga politika. Kanë frikë njerëzit të shkojnë në punë, se i thot ai bëj shere, bëj like, dilte mitingu i partisë, dil, ja jeni ju sot këtu, ka detyruar ndonjëri të vini këtu. Po kështu duhet jetë politika pra. Njerëzit duhet vinë se duan të dëgjojnë. Shkojnë të votojnë. Pse ndonjë 4 vjet kryeministër 18, po në fund një ditë gjithë do vdesin, nuk ndryshon ndonjë gjë të madhe. Po hajde të ndërtojmë një vend normal ku njerëzit kenë shpresë edhe fëmijët të mos ikin më nga ky vend. Mos ikin fëmijët. S'kam unë kam pas në klasë të parë i nderuar 31 shok dhe shoqë. 31. 3 jemi sot në Shqipëri nga ata. 3, vetëm 3. 28 të tjerë të kanë ikur. Dal tani në turin e diasporës i gjej. I kam gjetë në Philadelphia, i kam gjetë në Boston, i kam gjetë shumë në New York, shumë në Londër, i kam gjetë në Gjermani, i kam gjetë në Itali, i kam gjetë në Greqi. Më shumë po e takoj shoqërinë time kur takoj shqiptarët jashtë, se sa në vendin tonë. Shqipëria nuk ka nevojë për një parti tjetër që të kthehet në pateric, të vete unë atje dhe i them ose ne, e i them, duam 20% të administratës. Duam 3 ministri apo duam kryetarin e parlamentit. Edhe çfarë fitoi Shqipëria nga kjo? Çfarë fitoi populli, çfarë fituam ne asgjë. Shqipëria ka nevojë që të shkojnë në zgjedhje të lira dhe të ndershme, për këtë duhet shkojnë në zgjedhje të parakohshme për t'i nxjerruar parat e krimit edhe korrupsionit dhe për ta ndarë administratën nga politika. Kaq.
Mund ta bësh, po unë thash të pyesin dhe të tjerët, po unë nuk të ndaloj, bëje. Përgjigjen për kë? Ja të them unë kundra pyetje. Për, më fal, ke të drejtë. Ndjes. Ja ta marr, ti më ndërpreu mua si ç'ke drejt flasësh. Jo, s'të thash. Jo, se janë të shkrimtar të gjithë këta. Ke të drejtë për pyetjen për infrastrukturën, për turizmin. Ha? Ore, ti se ke marru këtë, marroja këtë dhe unë do të bëj kundra pyetje për këtë që i po flet, si nuk më bin. Më thuaj. Po s'ma ke marru atë për problemin e këtij. Në lidhje me Dubajin, po. Vau ai, unë Dubai, Dumren nuk e bëj dot. Jo Dumren, jemi tregën dur. Si gjithë krajinën edhe tregën, nuk e bëj dot. Pse? Sepse janë disa gjëra që lidhen me gjeopolitikën edhe interesa më të mëdha se Shqipëria. Po ajo që mund të bëjmë ne këtu është që ai fermeri që mbjell ullin, që mbjell pataten, që mbjell qepën, që mbjell rrotën, që mbjell në çdo zonë, se po e marr për gjithë Shqipërinë. Kur të mbyll vitin në 10 orë, të bëj llogarin dhe t'i dajmë parat që të jetoj me dinjitet këtu. Këtë unë them që e bëjmë si duke sjellë përmes subvencioneve në fshat si fillim 300 milion euro e duke i bërë në fund 4 viteve 500 milion euro. Gjë që fshat shqiptar 500 milion euro nuk i ka marrë në 30 vitet e fundit marra së bashku si subvencione, nuk i ka marrë. Dhe jo më t'i marrë në vit, do thushi ku do t'i gjesh lekët. 8 miliardë është buxheti i shtetit sot, 10 miliardë do ta çojmë ne në 4 vite, dhe unë po të them, ju i jepni ekonomisë shqiptare të gjitha fshatrat e Shqipërisë 21% prodhimit kombëtar. 21% prodhimit kombëtar minimumi. E dini çfarë merrni pas? Ja me atë buqësinë e lodhur që kemi ne me këto kafshët blegtorinë e lodhure me peshkimin. Mbi 20%. E dini çfarë kthejmë pas fshatit? 0.0 kaq %. I kthejmë 26 milion euro dhe ato vënë pak duar. Për këtë arsye do kthejmë lekët te fshati. Pastaj po erdhën lekët në çdo shtëpi, më beso e bëni Dubain tuaj secilit e ngastra e vet ju pastaj. Me lek jeni të aftë ju, secili nga ju po pati lek e xhepi di vetë si e saj disat punë. Apo e kam gabim? Tash dëgjova e përfundoi tash me kundra pyetjen që kam për vete. Unë i uroj suksese si thash fillim, që kjo forcë re politike të drejtoj Shqipërinë, edhe jam shumë i kënaqur për ta drejtoj, por këto dy parti të mëdha, a je garanti që njëra nga këto parti, se njëra do fitoj pushtetin, jo të gjitha. A je garanti se do ketë zgjedhjet parakoshme, se cila ta marri pushtetin, kaq kisha. Përgjigjja është, nëse secili nga ata që janë deri sot merr 71 mandate, nuk mund të ketë zgjedhjet parakoshme, sepse i merr mandatet për të bërë qeverin. Kështu thot ligji. Kush merr 71 e bën. Nëse populli tregohet i zgjuar, pra qytetarët tregojnë, se fjala popull nuk është se më pëlqen shumë e thënë drejtën. Nëse qytetarët tregojnë zgjuar dhe thonë, ore, po çka ka ndodhur deri sot? Ore, po pse na kanë ikë fëmijët? Ore, po a ka ilaçe në spitale? Ore, po ku shkon për një operim, a duhet miku shoku paraja? Ore, a na vin subvencione? Ore, s'kemi rrugë? Ore, po ujë, po drita? Ore, ku shkon në administrate? Merr dot certifikatën ASHK? Ore, për pronat, si i bëhet? Pra nëse secili nga ju e pyet veten te e vogla e vet, dhe thot, të japim pushtetin këtyre që kanë pas, apo të vendosim ta ndajmë kësaj herë. Nëse ju na jepni ne aq mandate, sa numri 71 varet nga ne, do ta çojmë zgjedhjet parakoshme, aty e kemi ne në dorë. Po nëse jepni 71, s'kam që bëj unë, se e bën ja jep kushtetuta, s'kam që bëj. Faleminderit. Pyetje tjetër. Nëse s'ka, edhe e mbyllim. E mbyllim? Po. Zotërisja kuptova unë pyetjen. Për ligjat, zotëria, të lutem. Më fal, të kuptova një pyetje që nuk unë konsumua. Ne kaluam aty në makinë dhe pam ligjat. Dhe pam ca ndërtime të reja që nuk na u dukën të përshtatshme shumë për syrin, që tregon një zhvillim të pakontrolluar. Një zhvillim të pakontrolluar. Sigurisht që shteti duhet të sjellë arkitektat aty, duhet të sjellë ato njerëzit ta vizatojnë bukur dhe njerëzit kur kalojnë aty ta shohin bukur dhe njerëzit kur futen aty brenda ta shohin bukur. Pra duhet ketë aty te ligjat
syri njeriut të vijë tamam, jo të bëhet një zhvillim si ja pret mendja gjithkujt, të bëhet ca kuvli të vogla etj. Pra, unë besoj se edhe shteti ka pjesën e vet për atë çfarë shohim ne aty. Nuk marr përsipër dhe nuk e njoh situatën, sa pash nga rruga. Besoj se ju ndihmon si një përgjigje. Faleminderit. Usta, faleminderit shumë, respekte, jam gati t'u takoj gjithë, çdo foto mund viti bëj pa problem fare. Faleminderit.